ju sjell edhe përshëndetjen e presidentit Duka, por më vjen shumë mirë që jemi në Elbasan Arena. E pamundur që Shqipëria një ditë të shkonte në kampionatin evropian, po ka qenë pikërisht ky stadium që solli atë sukses të jashtëzakonshëm të ekipit kombëtar që mori pjesë në një kampionat evropian. Dhe ja ku jemi sot në një tjetër evropian. Evropiani i moshave U17 në Shqipëri. Le ta shijojmë evropianit. Në emër të Ministrisë së Arsimit edhe Sportit, dua të shpreh falënderime për Federatën Shqiptare të Futbollit dhe veçanërisht për presidentin Duka, sepse besoj ky event evropian ka ardhur falë mbështetjes tij duke qenë si zëvendës president i kësaj federate europiane. Unë shpresoj që të gjithë bashku ta shijojmë këtë europian. Europiani vjen në Shqipëri, në 2027 do vitë dhe për 21 vjeçarët. Fantastike, me këtë ekip kaq të mrekullueshëm të FSHF-s, kush e di se ku do na çojë. Dhe ju jeni ardhmja, që ta dini. Do të ketë një privilegj, sepse gjithë sytë e Europës menaxherave do të jenë këtu. Të gjitha skuadrat që janë prezente janë skuadra që nxjerrin yjet futbollit botëror, futbollistë për topin e art, por shpresoj që edhe ne të bëjmë më të mirën tonë dhe të përfaqësohemi denjësisht ashtu që siç dhe kombëtari A përballet ndaj çdo kundërshtar.